Si që e thash, mysafirët e shumë do t'jem pjesë e programit tonë të sotëm duke pas parasysh datën e nesërme dhe organizimet të cilat të bëhen pikërisht për festën e 7 marsit. Me ne në studio janë një profesor dhe dy nxënëse nga dy shkollat të ndryshme. Bilgini është me ne në studio, profesor në shkollën Pançe Karagjozov, pashtu kemi edhe dy nxënës, një nga Maria Keri, tjetër nga Pançe Karagjozov pashtu, mirë po dhe do t'i tregojmë kush janë ata dhe se kanë ardhur deri tek organizimi i ditës së 7 marsit. Gjithçka si ka rritur. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi. Si jeni? Mirë. Si ndjeni fillimisht ju nxënësit për këtë organizim që do të bëhet sot në ora 2? Fillimisht ju faleminderit për ftesën, ndjej kënaqësinë të jam këtu në emisionin tuaj. Kënaqësia është e jona. Gjithashtu. Bilgin, na trego pak, je profesor në shkollën e mjekësisë Pançe Karagjozov. Si ecën puna aty? Po të them drejtën, mirë. Tash ky bashkëpunimi për këtë fest, unë isha si një urtë lidhse mes të dy shkollave, pasi që kam qenë fillimisht mësimdhënës edhe në shkollën Maria Kiri Sklodowska dhe lindi një ide e profesorëve të gjuhës shqipe, cilët i përshëndes, që të bëjnë një bashkëpunim të këtill për këtë festë madhështore, ta quajmë ashtu, për ditën e 7 marsit. Dhe pasi që unë isha në dy shkolla, kërku një ndërmjetësim dhe them drejtën tashmë vetëse po e finalizojmë. Sot do ta mbajmë atë manifestimin qendror për ditën e mësuesit në shtëpinë e Armatës në ora 2, kështu që ju bëjmë ftesë dhe juve dhe gjithë shikuesve që na vinë. Sa ishte vështirë organizimi i krejt kësaj, për sa kohë realizuaj njëjti, sa kishim mbështetje sponsor për krahje nga të tjerët? Po them drejtën, mbështetje ashtu simbolikisht ku kemi trokit në aderë që kemi trokit, kemi hasë në mirë kuptim. Kuptot nga shkolla, nga drejtoria e shkollës fillimisht se procedurat e dini, kërkesat që kanë gjithë nëpërmjet protokollume nga drejtori i shkollës, mirë po nga dy drejtorët, si nga i Maria Kiri Lupçet Selevski dhe nga ky i Pançe Karagjozov, Marian Allabakovski, domethënë hasëm mirë kuptim dhe e nisëm atë si ide dhe kuptohet. Fillimisht ishte problem hapësira dhe kjo na bëri që ta bëjmë 6 mars e jo në 7 mars, kuptohet në këtë fest ka organizime nga gjitha institucionet, nga nxënësa, nga shkollat të ndryshme. Po i kishim edhe pak më parë në studio, treguan që ata kanë, po edhe ju jeni pjesë e kësaj. Ne si ide mendum në shtëpinë e Armatës, normale konsultum me ndihmëdrejtorat shqiptar të cilët e kemi, atë dhanë si ide se hapësira do të jetë më e madhe dhe normal dërgum një kërkesë në Ministrinë e Mbrojtjes, me cilën them drejt du ta përshëndet zëvendës ministrin, i cili pa asnjë fjalë ne mundsoj që sallën sot ta kemi në dispozicion. Pastaj kuptohet, organizimit janë mundësitë e shkollës e institucioneve të ku jemi ne, në aspektin financiar, nuk janë aq për këto festa të cilët nuk janë edhe në nxenë shkollën, mirë po ne kemi dashamir, kemi njerëz të cilët kontribojmë për këto festa, siç është Uka Komerc, Dauti e kështu me radhë, dhe ata na kanë ndihmuar këtë pjesët tjera teknike për realizimin më të mirë të këtij eventi. Gjithmonë duhet një përkrahje të paktën qoftë edhe simbolike për të arritur një rezultat si duhet. Na tregoni ju, nxënës në cilën shkollë je? Jam Xhavi Qerimi, nxënës në vitin e 4, në shkollën Maria Kiri Sklodowska. Ndërsa? Unë jam Ismet Latifi, nxënës i shkollës së mesme të mjekësisë, Pançe Karagjozov. Si ecën mësimi fillimisht? Shumë mirë. Se jeni të kënaqur nga profesorët? Nga profesorët shumë mirë, mirë po nga kushtet jo edhe aq. Nga kushtet jo edhe aq. Çfarë mendon se duhet bërë për të përmirësuar kushtet? Mendoj që fillimisht duhet të bëhen reforma në Ministrinë e Arsimit, pasi që ata janë koka e arsimit tonë në Maqedoni. Ata duhet të ndryshojnë themelet e tyre të cilit kanë formuar në baza jo edhe aq të shëndosha. Dhe mendoj që fillimisht duhet të ndryshohet tërë sistemi dhe pastaj të ndryshohet edhe shkollat të cilat duhet të investohen maksimalisht.
Në fakt të keni hapësirë për t'i kthyer edhe në vepra ato që i mosoni apo jo. Puna praktike është gjithmonë ajo e cila ka nevojë më tepër të implementojë. Po, kemi edhe këto hapësira, mirë po, ne si shqiptarë gjithmonë kemi qenë të diskriminuar në shtetin e Maqedonisë, mirë po, falë disa profesorëve kemi arritur që të bëjmë ushtrimet normalisht ashtu si çdo. Ndërsa në Maria Kerim, si është puna atje? Mirë është puna, po normal që dhe të ne mendojnë disa kushte, laboratorët shembull. Edhe pse janë të vjetruara, duhet disa investime të reja, po përgjithësi mirë është, jemi të kënaqur shumë, nga ana e profesorëve normal. Festa e sotme që do të bëhet për shënimin e 7 marsit, si erdhi deri te ajo që t'jeni ju pikërisht nxënësit e përzgjedhur, t'jeni pjesë e këtij manifestimi? Fillimisht merita i takon profesoreshës Shpresa Ismailini, kryesisht është profesoresh e gjuhës shqipe në shkollën e mesme të mjekësisë. Falë saj ne arritëm që të organizojmë një dramë, ose një organizim me proza, poezi dhe dramë. Profesoresha na ka ushtruar dhe na ka dhënë një mundësi për të treguar veten në publik. E kishit vështirë ndoshta këtë pjesë? Në fillim po, mirë po pastaj u adoptu. Do t'jeni edhe ju pjesë e kësaj drame që do të mbahet nga profesoresha Shpresa që e ka organizuar. Ishe i ftuar nga kush për të qenë pjesës e njëjtës? Si fillimisht kam qenë i ftuar nga profesori Bilgen, mirë po mu deshe ta refuzoj për atë kohë. Bilgen, të ka refuzu. Po mandej, kur fillum të bëjmë provat bashkarisht, mu dha dhe njerë shanset që t'jem pjesë e asaj drame, dhe e pranova. Shpresoj që nuk mu ka shtinu profesori Bilgen. Tregoj Bilgen këtu në publik nëse je hidhruese. Dhe më thonë, më të regaj profesoresha që është angazhuar edhe me një valë aty, edhe nuk e dishme atë hapësirën, a do të mund të mbërrijet e dyjat, mirë po duke ditë aftësit e Xhavitit, besoj që edhe këtë pjesën do të japë maksimumin. Ka arrit profesorit të binë se të njeh, si që ata ka qenë ndërmjetësues mes juve dhe ka njoftur edhe nxënësit atje dhe nxënësit në Pançe, dhe keni arritur në fakt që të gjithë ata që jeni të aftë në këtë aspekt të jeni bashkë në një vend. Keni emocione? Pak, po. Keni frikë se mund ka poni se është drejt për drejt, nuk mund të kthehet të përmirësohet? Normal, frikë ekziston. Me çfarë fjalë po i motivojnë profesorët juve? Gjithmonë na motivojnë se do të bëhet mirë. Fjala që na motivon gjithmonë është fjala se do të bëhet mirë ndonjëherë. Falë këtyre profesorëve ne jemi shumë falendërues fillimisht. Falë tyre ne kemi arritur pothuajse t'i bëjmë të gjitha organizimet pa pikë farë probleme. Çfarë roli do të kesh në dramë? Rolin e kom si një polic sërb, dhe më thonë në dramën, ku torturat e sërbëve kanë qenë bitë mëdha mbi popullin shqiptar, dhe do të emitojmë ose do të bëjmë diçka sigura. Po, gjithsesi është një rol të cilin do ta luash, nuk është. Roli nuk është shumë i mirë, dhunojmë një profesor, një mësimdhënës, kjo. Mirë, është pjesë, Po, dramë. pjesës e dramës, Ndërsa, ajo do të çfarë roli shifet. ke? Gjithashtu edhe unë jam një polic sërb. Edhe ti polic. Krejt polic që keni mbledhur sot në studio këtu, ju se kemi për ndonjë që e ka rolin më të butë pak. Ashtu na erdhi mundësia dhe pranuam. Drama është interesante, mendoj do të jetë ajo surprizë e gjithë manifestimit, krahas. Po është mirë ta lëmë si sekret, se vërtet është një dramë interesante. Unë i kam përcjell provat me profesoreshën. Ka punu bajgi si Ka mirë. erdhi interesant kur isheshe nxënësit të cilët nuk janë aktorë dhe të kyçën në role. Po thënë drejtën janë gjindë bukur mirë, po do t'i shohni. Sigurisht ka pasur edhe ashtu momente hajgare ku keni lyp me një tjetrin dhe ajo është pjesa më e bukur. Ajo pjesa më e bukur e çdo prove. Thënë drejtën edhe kemi pasur do si inserte, do fotografia të cilat do t'i zbulojmë edhe sot. Është një ide nxënëse. Domethënë gjatë provave që kam pas... Po, propaskena. Si propasken, po, ashtu. Do të thotë edhe njëherë ta potencojmë. Sot në ora 2? Sot në ora 14, në shtëpinë e Armatës, do të mbahet manifestimi qendror për shënimin e ditës së mësuesit, organizuar nga 2 shkollat e mesme, qytetit Shkupit, Maria Kiri Skodovska dhe Pançe Karagjozov, të cilët me prezencën e tyre do të ta potencoj, na kanë konfirmu prezencën edhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Pishtar Lutfiu, si një ashtu edhe i ekonomisë Driton Kuqi.
Janë të mirëseardhur të gjithë, do të Po, thotë janë. që kanë dëshirë të jenë nga afër në këtë eveniment dhe të shohin edhe nxënësit tanë të aftë, se si munden ndoshta edhe të aktorojnë, po edhe çka tjetër do të përmban ky manifestim përveç dramës. Përveç dramës, do të thonë do të ketë monologe, poezi, recital nga nxënësit, një ashtu valle ritmike përgatitur nga nxënësit dhe në fund si pjesa përmbyllëse do të jetë me një valle folklorike ta quajmë ashtu nga shoqëria kulturore artistike Shkupi, si pjesë përmbyllëse e programit. Sa pritet të zgjatë krejt kjo? Po, të pjesa e timingu çdo herë kemi diskutuar edhe me profesorët dhe me këta, unë ja kumulon këtynve, këta dikon 45 minuta, 1 orë maksimalisht. Komplet eveniment. Po, që mos jetë shumë i zgjatur, tjetë më... Mos të mërziten. Po, mos mërzitet publike. Ju falenderit shumë për prezencën tuaj dhe besoj që sot edhe ne do të jemi pjesë e këtij manifestimi qendror dhe ju shohim nga afër se si do ta këthen rolet tuaja, po edhe juve t'ju përgëzojmë për punën që e bëni të palotshme. Faleminderit, jeni të mirëseardhur. Tani dashur miq, do të ndjekim promo të televizionit Nisi1, vlen të potencojmë se nesër është festa e 7 marsit dhe mysafirët e sotëm na treguan mbi organizimet që do të mbahen duke u nisur nga dita e sotme. Ndjekim promo dhe kthehemi pas pak.